Po du me kallëzu pak një ngjarje interesant me Daimin që e kom pas. Në kohën tem ma të keqe kështu, që u pata dorëzu që s'ka me vazhdu ma muziken, hale pa janis. Na si familje jena 5 antar, edhe me një rrugë të babit u kanë e pa mundur që one me uqu dhe me ba një kong ekstra, se kolegët e din, edhe këtë e din sot kushtushme janë kongët, tekstet, videoklipet edhe këtë këto. Edhe ku më vujt për shumë këtë pjesën që s'mu isha me bo kur gja. Edhe kisha shumë ideja për me bo kongë, unë i rujsha për shamull tekste, bëjsha ideja për me bo një kongë që shtu të caktume, kur e shesha mas 2-3 muje bëj këdi kusht tjetër, edhe u kom pak ashtu, më ka thy pak shpirtnisht, se normal edhe e re, kisha qef, e kisha vullnetin e punës, edhe këtë punë e ku më dash tepër shumë, prej e vogël, ashtu edhe e ku menu gjithë që ka më mirë me muzikë, jo me diçka tjetër. E qaj u ka në faza që i shkekua për me dalë me zgjedh fakultetin, drejtimin për fakultet, isha qenë muzikë, po dhe isha hej, unë s'jam t'u i pas mirenet me uqu me investu muzikë, me vazhdu dhe fakultetin, nashta s'ka me bo kur gjo me jetë, abedin. Edhe pa ta zgjedh si tekniket radiologjisë. Okej, radiologji. Po. Këtë e kundërta e fakultetit. Edhe u pata mërzit tepër shumë, se qajo dëshira abedin e madhe për me vazhdu muziken non-stop. S'kisha instrumente tjera për pos qiftelis, sharkis edhe primit, edhe violinen. Edhe me tu mersha të nditen. A të bëjnë klush edhe me instrumente? Qiftelin pak po mo prej qasoj kuës ta shenë droba pak në popullore, mos më karo dhe mo veç jo ashtu mirë. Dhe çfarë ndodhi në ato momente? Një natë u kanë që pata koj tepër shumë, u pata mërzit tepër shumë, me thash nuk moj se s'moj isha me gjetë rrugë dalja, po kuptojnë. Edhe në qatë natë, unë e tu koj po më thirë në telefon Avdurrahim Lala. Unë në atë ku se ku më ditë që Daimi e ka emrin Avdurrahim, edhe kur e pata një, unë qysh, edhe kisha pas në Facebook, po pa dije që është Daimi, aj edhe unë t'u koj që ashtu e ajne, moshne, Avdurrahim Lala, aj therun e nalë. Aj therun e nalë. Edhe dikur u qartë, ata është kush është kjo që po më thirë mu, e shisha fotën e Daimit, po adin nuk e besova që është aj, se shko ku jemrit. Edhe po ja qeli telefonin unë ashtu kështë, alo, adin kush je te mu matën e që po më thirë mu, Edhe Daimi shumë qejta, ashtu për shëndetje, edhe prej zonit e njofta që ke aj. Po ma bëm ftesë me kom pjesë e grupi tina, orkestrës Vizioni edhe me to bashk në për dasma. Edhe unë pa menu 2 herë i thash po, asë nuk më interesoj qmimi sa që shtek, i thash po, se edhe më kujtoj që bashkë që atë natë ju lutë që a zotit dhe isha, o zot, jep ma dika, a pedin, a me vazhdua jo. Edhe dyqysh më ka duk shumë shpejt që ma ka doj qatë shajnë që hej po, do shme ecë në këtë punë. Edhe, masanej kur fillova u takuva me Daimin, unë jam shumë falenderuse edhe jam shumë e lumtur që taman fillimin e karierës tem në për dasma, e kom nis me muzikantat më të mirë që i kena në Shqiptari, që është Rahman Kryezio, Semrani, bate jem, son bate i kom thonë. Zonja të mbajnë mente, kemi pas Daimin këtu edhe komplet orkestrën, po unë po heshti, po të dëgjoj ty me knaqësi, edhe në fundi falenderojmë që janë gjendur në ato momente të vështira ty. Muhameti dhe Agroni. Edhe këta janë ka njerës që mu më kanë pik muzikalisht, edhe se unë e kur shkuva atu më merë kemenja që unë i di krejt senet, se seriosisht kongë disha shumë, adinja pa ta qitë vetit ashtu një 500 kongë me i ditën, që sot më vetë nashta që atu se kom hale fleturën. 500 kongë? Pra i kenë repertori, din 500? Po besoj që po, nashta nuk është që i kom këshyrë, amo qatë ku konaja qëllimi vetës, para se me unë bo ftesa prej Daimit. Edhe unë e disha kështu, po normal nuk e disha edhe shumë mirë renin e dasma, më karo me shku ka gjysore, ka pak, amo jo, që që kisha tashti. Edhe këta jënë ro dhe më kanë mësu shumë sene, këta më kanë pjek me noj ashtu si këngëtore, kom punu me ta 4 vjetë, edhe unë kanë 4 vjetë ma të mira tjetës tem deri qëtashti, se e kom realizua ndrën tem ashtu,
Edhe jam shumë falenderuse se nuk janë kursy asnjëherë si Daimi, Belioni thëmë Dajqe. Edhe pse sot s'kam kontakt me Daimin, se i kena ndo rrugë ashtu sa i përket punës. Unë jam gjithë falenderuse për respektin që kanë bo dhe për konsideratën që kanë pas Daimejes. Unë ma e reja për tyne, edhe për krejt ato këshillat, për krejt provujen që e kam bo, edhe i falenderoj dhe i përshëndes shumë, se i kam njerës shumë tafërt edhe i kam shoqni të mirë. Faleminderit shumë për këtë histori.